por ne kemi këtë. Kjo ndodh për shkak të buxhetit për ta kuptuar? Po, kryesisht po. Një ditë xhirimi kushton shumë. Është shumë e shtrenjtë, pajisjet, aktorët, cateringu dhe e vetmja mënyrë që ke për të kursyer në buxhet është të shkurtosh ditët. Edhe këtë bëjmë. Si janë me kërkesat për pagesë aktorët shqiptarë? Vërtet jam kurioze tani. Se ne po t'i referojmë rasteve të Hollywoodit, gjejmë shifra maramëndse ekstreme, po këtu në Shqipëri çfarë ndodh? Atëherë, duhet të them që për mua në radhë parë asnjë aktor paguhet aq sa meriton këtu. E thënë kjo, duhet marrim edhe parasysh tregun, kështu që është një pyetje e vështirë. Çdo artist që punon me ne, me mua, ka një karrierë të veçantë, edhe janë të gjithë të ndryshëm me kërkesën që kanë për buxhetin, sepse varet edhe nga angazhimet që ato kanë, edhe kompensimin që ato kërkojnë për kohën e tyre. Por ja, përgjigjja ime përfundimtare është që meritojnë më shumë. Gjithë meritojnë më shumë. Patjetër. Por avash do stabilizohet si. Sa do ishte buxheti ideal për ty për të bërë një film? Nëse do ta kishe ti në dorë për shembull, po themi. Varet gjithmonë nga zhanri, por një zhanër, një komedi, le të themi bazike këtu me kostot e Shqipërisë po flasim, që të bëhet unë po flas tani si në ëndër, kisha një mundësi të gjyroj ata. Edhe ne për ëndra po flasim. Le të themi kesh 250-300.000 euro. Kam përshtypjen që është pak, pra. Është pak, por unë jam realist, domethënë unë e di që me këto kosto që kemi në Shqipëri nuk të duhet më shumë për një komedi po flas, për një komedi ose një dram ku nuk ke shumë shpenzime teknike. Pastaj nuk dalin kur lekë. Po sigurisht. Dhe pastaj limiti është qielli, po themi, ka filma që janë tmerrsisht të shtrenjtë. Nuk dua të fluturoj kështu, them që një bazë do të ishte një 300 që për prodhim. Gjë që nuk ndodh shpesh. Ndonjë film këtu edhe mund ta ketë arritur atë shifrën, por është shumë e vështirë të gjesh sponsorizime, është e vështirë të rikthej, të rimarrësh fitimin se ti edhe mund të gjesh lekët për ta prodhuar. Por një film quhet i suksesshëm nëse ti e merr mbrapsht të kthehet në bileta dhe kjo është problemi jon kryesor se unë dua të kuptoj çfarë i bin sponsorët, po themi kur shkon edhe u flet, po themi për filmin edhe që kërkon sponsorizim. Unë nuk jam pjesë asnjëherë e kërkimit të sponsorët, është pjesë e producentëve që e bëjnë këtë gjë dhe të agentëve të marketingut. Por di që ato bëjnë një propozim, i propozojnë reklamimin e produktit ose të firmës tyre tek filmi në një mënyrë që ne mundohemi. E di pse të pyes, sepse duhet të kuptoj si funksionon tregu i sponsorizimit të filmave prandaj. Zakonisht kështu funksionon. I prezanton projektin, i thua kanë këtë hapësirë, kjo hapësirë kushton kaq, kjo tjetra kushton aq. Kështu që kush ka interes, zakonisht bizneset gjithë kanë një buxhet i dedikuar për marketing. Jo, ajo që unë doja të kuptoja është çfarë mendon ti si regjisor se i bind sponsorët. Pra i bind skenari, emrat. Zakonisht është emri i personazhit. Prandaj doja të të pyesja. Emri i personazhit është gjëja e parë që ata duan të dinë kur fusin se t'japin de facto të bëjnë të mundur realizimin e filmit. Duan personazhe të dashur për ata që e dinë që mund të kenë një farë rezonancë mediatike dhe ose pastaj edhe fama që ti ke. Ne për shembull kemi punuar me disa sponsorë në projekte të kaluar që kanë mbetur të kënaqur edhe tashmë thjesht duan të dinë sa që është punë e vështirë ajo e vendosjes së produktit në një produksion kinematografik. Ja do na e thot si regjisor që je do na e shpjegosh si bëhet. Në një nga filmat përpara ti që do shohim shumë shpejt, një nga gjërat që kam vlerësuar edhe ta kam thënë edhe ty Egon, ka qenë mënyra se si produkti ishte vendosur. Pra, ti nuk e dalloje që aty në fakt po bëhej marketing, por po thua për film të Bjordit. Po. Luli dhe Goni Lemës. Po ti thuaje se ne kemi pas se thash mos po thot ndonjë film ndonjë regjisori tjetër që s'po duhet më japësh ky kaq i mirë që unë thash është një Bjordi me e njëjtë i Bjordit dhe më bëri shumë përshtypje mënyra se si ishte vendosur produkti aty. Pra nuk
prishte asgjë nga ekuilibri i filmit, as nga skenari, por shndronte bukur dhe sërish merrte vlerë, ndryshe nga filma të tjerë pastaj që bëhen fillimisht me qëllimin për të treguar produktin, pastaj për të shkuar tek skenari. Si bëhet kjo gjëja, si regjisor që je tash? Unë kam se kam përshtypjen kjo është pjesë e punës tënde. Po, është tani vendosja në skenar, që përshtatja në skenar të produktit është një pjesë që i takon Claudius kur e shkruan. Ajo është ajo që vendos se si mund të futen në mënyrë organike që mos të unë ndonjëherë po jap sugjerime këtë mund ta fusim shumë kollaj këtu, mund ta fusim shumë kollaj aty. Por e mendojmë, le të themi bashkë edhe këto dy prodhimet e fundit kemi arritur të krijojmë një besueshmëri tek klienti dhe ato e din tashmë që produkti do futet mirë, nuk ka nevojë të egzagerohet, nuk ka nevojë të përflitet. Kjo është shumë e rëndësishme në fakt. Ne kemi pasur një eksperiencë tjetër që ishte Hoti për shembull, që jo që se kemi menaxhuar, por Hoti ka qenë një serial shumë i kushtueshëm. Kemi pasur një 10 veta, 10 aktor edhe më shumë që ishin top në atë kohë. Kishin shumë shpenzime, domethënë 40 digjërimi, 10 seri, shumë lokacione dhe detyrimisht duhet kishim shumë sponsora. Kur unë shkruajta pilotin e serialit, e kisha parashikuar pak a shumë këtë gjë para ca vitesh edhe thash, okay, që mos të dalim shumë mos bëhemi shumë bajat tek njerëzit, e ambientova serialin në një agjenci reklamash. E thash, okay, të paktën do kemi mundësi të fusim sa më shumë produkte. Çfarë do të thënë kjo e ambientove serialin në agjenci, pse nuk e kuptova? Hoti flet për një regjisor që punon në një agjenci reklamash. Po. Edhe unë tash, okay, sponsor që do kemi mund t'i fusim tamam si ti integrosh aty, po themi. Klient të agjencisë të personazhit ton. Mirë po, edhe ajo nuk mjaftoi një farpike, se kemi pas kaq shumë sa që do na doli pak më shumë nga na rëshkiti pak nga duart puna e sponsorit. Po që ndodh. Dhe mësuam, këtu desha me dalë që mësuam që okay, duhet me bë mirë ne që duhet të bëjmë kompromis për të futur sponsorin, po duhet edhe sponsorit të kuptoj që jo gjitha mënyrat janë të mira për produktin. Që do thotë që i lat sponsorëve më shumë, po them, dorë të lirë se ç'duhet. Shumë, po, ishin ja akomoduan më shumë se ç'duhet kërkesat e tyre. Edhe e kanë shtrënguar duart. Tani regjizori amun edhe ajo do futet në planin që unë mendoj. Se e kemi ne është zakon shqiptar, është nga sa më kam kuptuar që po dhe legët edhe ata që nuk janë profesionistë të një fushë japin mënyrat e duhura se si fiton kompetencë nëse jep legët. Ke të drejtin që kush ka legët ka pushtetin. Po jo, në fakt se profesionisti ish këtu, e kupton. Po është një gjë që të duket shumë fillim, por edhe të dëmton, se nëse pretendon që produkti jot të futet në një mënyrë shumë agresive, mund të krijosh edhe efektin e kundërt. Efektin e kundërt, në fakt. Prish filmin, prish edhe imazhin e produktit. Pra tek filmi i parë patëm fat që sponsorat kanë qenë të mrekullueshëm, domethënë nuk na krijuan asnjë lloj problemi. I implementuam aty ku menduam që nuk dëmtonin imazhin, as dramaturgjinë, as narrativën e filmit. Dhe po, edhe kësaj radhe besoj që jemi mirë me sponsora, nuk në fakt po, sepse ti më the që sponsorat gjëja e parë që të rrihen është emri. Dhe besoj që bëu emrin e Luizit. Jo, jemi mirë jemi mirë që kemi shumë sponsor. Jemi mirë që ju kanë dëgjuar sponsorat. I kemi vendosur. I keni akomoduar sponsorat. Por megjithatë besoj që sponsorat kanë qenë dashamirë sepse po the emrin e Luizit, ai tërheq. Duhet më pyet Claudion këtu, nuk e di se sa janë tërheq nga Luizi, ato kanë bërë takime. E kuptoj. Po pati një kohë. Besoj po. Besoj që po. Ka një perceptim që Luizi është një personazh shumë simpatik. Se e duan nga shumë Luizin njerëzit të Bjordi? Të paktën në mendimin tënd sa. Luizi erdhi në një moment ku njerëzit nuk e prisnin para punës, një personazh të tillë. I mbushi përditshmërinë publikut shqiptar me spektaklin që ai bëri aty brenda. I tregoj publikut një mënyrë tjetër për ta përjetuar atë format, I tregoj që mund ta pasionohen në mënyrë të ndryshëm dhe është e interesante, me thënë drejtën, se diçka ka ndodhur
tek mendja e njerëzve që i ka është futur ka lidhur fiet në një mënyrë të tillë që i mban tash. Nëse kur tek te ka lidhur fiet thash se ka bën ndonjë magji ande nga fiet. Jo. E dun dhe Kiarën shumë. Si janë ata në sheshgjërim, si ishin praktik? Luizi është si është punosh me Luizin? Luizi është siç e shihni te Bigu, domethënë nuk rrin një moment në një vend. Është hiperaktiv, është në çdo moment do të krijoj, do të bëj diçka, ta bëjmë kështu, e bëjmë këtë, e bëjmë atë. Ka një si thuhet ka një nevojë për të entertain, si thuhet, për të zbavitur. Për të zbavitur njerëzit. Domethënë ka primaren që ti maj njerëzit me buzëqeshje. Domethënë edhe kjo është një gjë shumë pozitive te ti. Por mua që jam 12 orë, 14 orë i përqendruar tek xhirimi, ndonjëherë më duhet që ti them Luiz, lutem përqendro këtu se duhet lënë bashkëletën se nuk do xhirojmë skenën. Por jo, s'ka ide ta marroj, po është edhe kjo pjesë e bukur e karakterit të tij, është prandaj është i veçantë, se bën njeriu atë që bën ai, që është klos në Po kam përshtypjen që ai duhet të jetë edhe, po them, karakteri i vështirë gjithashtu, sepse është tërheq shumë nga vetja, po themi, Viola. Tani Bjordi e njeh në 2 rrethana, se ka qenë. Po, në fakt po. Kanë qenë edhe bashkëjetues në Big Brother, kanë qenë edhe në sheshgjërim tani. Në këtë rast ai aktor, Bjordi regjisor. Tani tek eksperjenca e parë, unë e përjetova Luizin në mënyrë pasive, le të themi, se lindi fenomeni pasi u futa unë brenda, nuk mëra vesh shumë mirë se çfarë ndodhte jashtë, edhe fiks në atë javë që u futa unë ndodhi çfarë ndodhi dhe aty brenda unë sigurisht pasova Luizin si personazh, domethënë e përjetova nga jashtë, domethënë këtu ishte një eksperiencë ku unë do më duhet ta drejtoja, domethënë pra se di, eksperjenca e dytë ka qenë më e mirë sepse ishim tek kisha ime. Tek eksperjenca e parë ke vetja. Ishte më e thjeshtë ta menaxhoje, po them tek pjesa e dytë. Po, e thjeshtë është, nuk ka nevojë ta menaxhosh Luizin se nuk është. Jo, shiko, detyra e një regjisor, shiko, ka se ne e dim shumë mirë. Ta drejtosh, po. Okej, që të përdorim një fjalë korrekte. Ideja është që ne e dim shumë mirë që edhe jashtë, sidomos në atje ku ka industri të madhe kinematografike, aktorët e mëdhenj janë edhe të vështirë për të menaxhuar, më nuk është ndonjë tabu kjo. Po. Unë tash, për sa i përket punës si aktor, nuk ka qenë shumë e vështirë sepse ka qenë shumë i bindur. Domethënë e dinte skenën si duhet ta bënte, e dinte skenarin. Ka qenë kjo pjesa para take-ut, para se të jepi aksion, vështirë për të menaxhuar, se si të thash, është shumë aktiv, shumë, domethënë entertainer, nuk duhet ta marrësh një sekondë thosh okay, hajde, kjo ka qenë. Tani është moment. Por për sa i përket aktrimin, interpretimin, do të lëvizëm nga kjo pikë, te kjo pikë nuk kemi pasur as edhe një lloj diskutimi, ka qenë të dy fantastik. Për ty si regjisor, çfarë bën një aktor të mirë edhe të thjeshtë për të punuar me të? Një aktor është i mirë kur beson atë që po bën për mua. Është i mirë kur e merr seriozisht atë që po bën. Pa çka se po bën, pavarësisht se po bën komedi, dramë ose aksion, nuk ka rëndësi. Unë vlerësoj aktorët që e marrin gjën seriozisht. Pastaj eksperienca, përvoja janë gjëra që rregullohen. Baza është bindu. Këtë vlerësoj unë në set. Pra ideja është që regjizori është ai që e ka të gjithën në kokë, regjizori është ai që e di më së miri dhe duhet që ti bindesh regjizorit për këtë arsye. Të bësh pjesën tënde mirë. Digjo. Atëherë, unë them gjithmonë kur flas me stafin tim, unë nuk bëj asgjë tek një film. Unë si regjisor nuk bëj praktikisht asgjë. Po të mendosh, çdo njeri në set vjen ka një vegën me vete. Drejtori fotografisë ka kamerën, skenografia ka gjithë pajisjet. Unë jam i vetmi që vi, edhe teorikisht mund të mos kem asnjë gjë në dorë, sepse punën e bëjnë të tjerët.
Pra, ti thua kemi. Ti thua mos më ke kuptuar. Do arrit deri. Ti po thua ti personalisht apo regjizori në? Regjizori. Unë si e shoh unë regjin. Okay, domethënë punën e bëjnë të tjerët. Interpretimin e bën aktori. Unë nuk jam ai që i them do ta bësh kështu sepse di unë. Unë jam thjesht ai personi që e ka kuadrin total të filmit, edhe thjesht fiksash ajo fjala drejto. Unë them, pak më majtas, pak më djatas, pak më intensiv, pak më pak. Sepse thjesht e kam 2-3 hapa mrapa dhe e shoh gjën më të plot. Pra, jam pak kundra kësaj, hajde bëj se e di unë, nuk është puna se e di unë, është që duhet ta dim gjithë, duhet ta dish ti në radhë parë se çfarë po bëjmë. Edhe nga unë duhet kuptosh vetëm pse duhet ta bëjmë ashtu. Duhet qash pak më shumë para fuskot, sepse në këto moment mbase duhen 2-3 lot më shumë se ashtu na ka ardhur historia deri në atë pikë. Por nuk është e thënë që ato loto që ka edhe përpara nuk janë të mira. Thjesht nuk janë për atë gjë. Kështu që nuk e di kam qenë qartë. Do doja shumë të ndanim disa skena si krijohen, si arrihet në përfundim. Pra, më përmendë lotët. Si shajnë aktorët? Me kështu, ka shumë njëra që e hedh në sy më duket, ë? Ka edhe ashtu, por lot artificiale. Lot artificiale. Ka sa dush, po. Nuk e që preferoj. Varet se çka kërkon skena gjithmonë. Edhe varet gjithmonë nga interpretuesi. Unë pata fatin që kam punuar me shumë aktorë të ndryshëm. Edhe gjithë secili nga ato kishte një metodë të ndryshëm për të arritur tek një emocion i caktuar. Unë në varësi të aktorit që kam përballë, përpiqem të arrij tek ai emocion në mënyra të ndryshme. Qofse e di që një aktore për shembull mund ta gjej atë emocion brenda eksperiencës vet, unë përpiqem ta kërkoj aty brenda, kthehemi te ky moment, sepse unë mendoj që ky moment që ti ke kaluar në jetë është i ngjashëm me këtë moment që ka aktor për shembull që unë mund t'i them këtu më duhet të qash. Edhe ato thjesht e hapin switch on atë edhe qajnë. Varet, domethënë kanë çdo aktor, kjo është e bukur e kësaj pune që ka. Për shembull mua si do më bëje që ti qaja? Nëse do kisha një skenë do vëm që do më duhet të qaja. Ti s'jam për shkak me do burit. Do më duhet të njihem pak më shumë. Është dhe ky proces po themi. Po, nëse ti nuk je aktor profesionist, edhe unë nuk e di se si atëherë do më duhet të kërkoj tek pjesa jote personale të karakterit tënd. Okej. Edhe nëse gjej një gjë që e shoh që ti mund të ta afroj tek ajo ndjenja, unë aty do përpiqem të gërmoj. Që do të thotë që duhet krijosh edhe një farë marrëdhënie po themi me aktorin. Pra nuk është thjesht për skena të caktuara thjesht hajde xhiro dhe ik. Jo. Kjo është shumë interesante. Kjo do bën gati psikolog në një farë mënyrë. Aktrimi është shfaqja e një emocionit që e duhet ta krijosh nga hiçi. Emocionet vijnë nga psikja, nga zemra jonë edhe sigurisht që do psikologji për të arritur deri Po aty. këto skenat për shembull që dy njerëz rrifen me njëri tjetrin, pa u vrar, pa pasur dëmtime, efekti i grushtit për shembull. Ka dalë ndonjë situatë jashtë kontrollit. Te ky filmi nuk kemi patur shumë zën ka me grushta. Akili ka ngrënë shumë shpulla. Shumë. Nuk e di se sa ka duruar. Mund të ndajmë pak për personazhin e Akilit. Edhe na tregosh si janë realizuar këto skenat e grushtave e shpullave. Te ta them direkt se nuk ka pas ndonjë trik të veçantë, thjesht i ka ngrënë shpullat të pastra siç ka. Të pastra. Po, i gjori. Dhe ka duruar edhe një. Janë përsërit skenat. Po. Më duk si. Po nuk u bë personale. Si Squid Game kur i përzgjedh ai që fut shpull. Shumicën, ka pas nga Elona e ka ngrënë shumicën, kështu që nuk e merr. Se edhe unë me ditë që jam në film, po me mëra në shpulla, kupton, një herë, 2 herë, 3 herë. Ka teknika edhe. Ka teknika. Ne zgjodhëm teknikën më të shpejtë që hajde e shpullën dhe ecë ndonjë tjetër. Se s'kemi kohë. Por janë skenat me përleshje janë pak vështira. Duan çik profesionalizëm, do organizim, do pa koreografi, do kohë, edhe gjithmonë ajo koha që ta bësh të besueshëm. Ne nuk kemi shumë te ky filmi, se jemi më shumë te komedia, ka aksion sa dush, por nuk kishte nevojë për atë lloj koreografie, le të themi për skenat e aksionit.
I kemi më natyrshëm. Tani personazhi i Akilit? Personazhi i Akilit është se di sa mund të tregoj, por është çift. Okej. Është shok i ngushtë i personazhit të Luizit dhe e kam fytyrën e Klaudios tani që po Klaudia na fal. Klaudia se ç'a mund t'rregoj. Të përshëndesi, mos ta përtit shumë. Ç'a mund të them? Le të themi edhe që shumë shpulla. Është shumë shpulla dhe është një personazh që do i bëj shumë për të qeshur. Okej, kaq na duhet, nëse pjesën tjetër do ta shohim. Mos bëj ndonjë gabim. Në kinema, pjesën tjetër do ta shohim në kinema patjetër. Për të rikthyer edhe një herë tek subjekti i filmit, kujtes, nga 12 shkurti në kinema Cineplex vjen Loja e fundit me regji të Bjordi Mezinit, skenar të Claudia Brahimajt dhe personazh protagonist Louise Ailey. Dhe Chiara Tito, se janë çift, po, e vërtet është. Aty në film këta të dy janë me emrat e tyre apo jo? Kanë emra të ngjashme me emrat e tyre. Kanë emra të ngjashme. Janë Louise Belli dhe Chiara Pipo. Po pse keni bërë këtë zgjedhje apo që ti qëndroi personazhi më afër aktorit? Filmi është më shumë personal se mund të imagjinoni. Nuk mund të tregoj shumë, por zgjedhja e emrave ka qenë e logjikshme kur ti shef ngjarjet e filmit, se do ta kuptoni. Nuk e di që është shumë e bezdisme që nuk tregoj dot më shumë. Jo, nuk është fare e bezdisme, madje bëhesh interesant kështu kur na mban mistere. Është një film shumë afër atyre. Personalisht, le të themi, dhe është zgjedhja e emrave është thjesht koherente me çfarë do shihni. Tani që ta dish Viola, Luizi, një këngëtar i harruar, ja një element biografik, bëhet papritur i famshëm brenda ditës dhe gjithë Shqipëria çmendet. Edhe këtu ka shumë afërsi, po themi, me biografinë e tij. Për të ruajtur famën dhe për të fituar zemrën e Kiarës, vajzës që ai dashuron, Luizi duhet të mbajë një gënjeshtër që i fut të dy në një varg situatash plot humor dhe kaos. Edhe këtu e ngjashme me çka ka ndodhur. Okej, kështu që kemi pika që e lidhin edhe me realitetin.